Carlos Trujillo, i cili ka shërbyer si ambasador gjatë administratës së parë të Donald Trump, po konsiderohet nga mediat amerikane si një ndër 3 lobistët që kanë shtuar kontratat me klientë të ndryshëm pasi Donald Trump mori mandatin e dytë si presidenti i SBA. Trujillo ka krijuar kompaninë e lobimit Continental Strategy, e cila bashkë me Bayard, një tjetër kompani e krijuar nga Brian Bayard, të dy nga Florida, po shohin lulëzim të bizneseve të tyre. Së fundmi, kompania e Trujillo ka peshkuar Partinë Demokratike dhe Sali Berishën me një kontratë me një vlerë $6 milion, e cila zgjat 2 vite, pra me një përllogaritje të thjeshtë $250,000 në muaj. Kjo kontratë në vlerë monetare është 10 herë më e lartë se ajo që e njëjta kompani ka nënshkruar me Guajanën. Qeveria e Guajanës dëshiron një ndjenjë sigurie, kështu që punsoi një firmë lobimi në Washington DC, të kryesuar nga Carlos Trujillo me një kosto prej $600,000. Tarifat e kontratës plus një maksimum prej $180,000 në vit shpenzime për të lobuar tek presidenti Trump dhe administrata e tij. Dhe ky lobim ka të bëjë me faktin se SBA do të ndërhyjë ushtarakisht për të mbrojtur Guajanën në rast se ajo sulmohet nga Venezuela. Një tjetër kontratë e Trujillos është ajo me qeverinë e Haitit, referuar dokumenteve që janë paraqitur në Departamentin e Drejtësisë. Thuhet se firma e tij Continental Strategy ka nënshkruar një kontratë $35,000 në muaj me kozgjatje 1 vjeçare me qeverinë e tranzicionit të Haitit për të lobuar në emër të saj. Sipas dosjes, firma do të përfaqësojë Republikën e Haitit si pjesë e një programi gjithëpërfshirës për 1. të mbështesë përpjekjet për rimokëmbje dhe të përmirësoj profilin e Haitit në Shtetet e Bashkuara, 2. të rrisë tregtinë dhe investimet e SBA, dhe 3. të ndihmojë qeverinë të adresojë përmirësimet e sektorit financiar dhe hapat e tjerë të nevojshëm. Aktivitetet mund të përfshin lobim, përgatitjen dhe shpërndarjen e materialeve informative dhe angazhimin e politik bërësve të SBA-s. Kontrata u nënshkrua nga kryeministri Alex Dider Fils Aime më 7 shkurt dhe u depozitua nga Trujillo më 24 shkurt, në të njëjtën ditë kur Haiti ishte në mesin e 18 vendeve që ishin në anën e SBA-s dhe Rusisë në votimin kundër një rezolute jo detyruese të mbështetur nga evropianët në Kombet e Bashkuara që dënonte Rusinë si agresore në luftën e vazhdueshme në Ukrainë, dhe referuar 2 kontratave, pra me qeverinë e Guajanës dhe atë të Haitit. Marrëveshja që Continental Strategy ka nënshkruar me PD-n e Berishës me vlerë $6 milion është një bingo. Kjo shumë do të paguhet për 2 vjet, pra me një vlerë vjetore €3 milion, ose pothuajse 10 herë më e lartë se ajo që Trujillo ka nënshkruar me qeverinë e Haitit, ose 5 herë më e lartë se ajo me atë të Guajanës. 3 kontratat janë realizuar në 3 muajt e fundit dhe referuar vlerave të lobimit, duke se halli i Berishës apo partisë së tij që nga shumë i madh se halli që mund të kenë qeveritë e 2 vendeve, të cilët sërish kanë zgjedhur një lobist për të marrë mbështetjen e Trump apo administratës së tij.